إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, ata e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona. Atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikurën e fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ia keni frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ia kemi frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi. O të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira është një të keqen, mirë po të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Njëra prej duave më të veçanta të robëve të Allahu dhe të mëshiruesit është kjo: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. O Allah, na jep neve, na dhuron neve prej bashkëshortëve tona, prej pasardhësve tonë, ajo që na qetëson syrin edhe na freskon zemrën. Tregon një prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ka pas emrin Al-Miqdad. Thënë kohën në të cilën është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë koha më e keqe. Dhe ka qenë koha, domethënë, në cila ka qenë një diferencë bajagi e madhe mes pejgamberëve, se mes Isës alayhi salatu wassalam dhe pejgamberit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin para afërsisht 600 vite. Mirë po dhe njeronca kishtë arritur në kulminacion. E thëtë s'ka pas kohë më të keqe mu dërgu një pejgamber si në kohën kër u dërgu pejgamberi s.a.s. Për këto dy arsye. Nga se njerëzit i shëndonë me adhuru dikon tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, puta e idhujt e ndryshëm, e deshti Allahu Azza wa Jall i dërgoj këtë pejgamber, i cili erë me atë çka e ndonë të kotën prej të vërtetës. Mirë po e ndonë dhe njëherë edhe prindin prej e vladit. Edhe njëri, kur e pandë shihte që Allahu Azza wa Jall atë kishte udhëzuar, ja kishte hapë gjoksin me pranuar dritën e Islamit. Mirë po në taborin tjetër ishin fëmijët, vëllezrit apo prindrit e tij, realisht ndjentje, zbrazësi dhe jo rahati. Edhe kjo ishte ajo duaja që ne thënin besimtarët: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. O Zot, na jep neve prej bashkëshortëve tona, prej pasardhësve tonë,
ata të cilët thjesht neve na u kënaqet syri dhe na pushon syri kur i shohëm. Se realisht njeriu i pushon syri, i qetësohet zemra kur e sheh familjen e vet, kur e sheh anëtarët e familjes vet, kur e sheh pasardhësit e vet, kur e sheh vllatë e vet që jenë të udhëzuar në rrugën e Allahut Azza wa Jall, dhe thjesht janë praktikues të fesë islame dhe me të jetojnë e nuk e kanë kthy shpinën ligjeve dhe udhëzimeve të Allahut Azza wa Jall, nga se sado që t'jeti suksesshëm në kënd botë, po nuk e pati Islamin realisht, dhe më thonë, ai nuk ka kurfar suksesi, edhe prindi i tij, edhe secili prej neve nuk mu qetësu, edhe s'ku mu ndi rahat, në qoftë se thjesht nuk e kanë Islamin. Ja ju alladhina amanu, ku anfusakum mahlikum nara. O ju që keni besuar, rune veten dhe familjet e juaja prej zjarrit të xhenemit. Se realisht as nuk do të na ruan suksesin në karrierën tonë, as pasuria, as fuqia, qoftë se nuk e kemi imanin, qoftë se kemi besimin në Allahun Azza wa Jall, e kjo është ajo që qetëson prindin kur e ka fëmijën e udhëzuar. Në ardhen pushimet verore, pushimet shkollore, pushimet të cilat zgjaten më tepër se 2 muaj, të cilat janë pjesë të jetës tonë dhe fëmijëve tonë, pjesë të cilat nëse i shfrytëzojmë e që duhet shfrytëzuar, thjesht do të kemi argument pro neve nesër ditën e gjykimit. Mirë po, runa Zot nëse i mbushëm me diçka tjetër, e cila hidhron Allahun Azza wa Jall, apo e kalojmë koti, të dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se 2 begati, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. 2 begati njerëzit janë shumë të shkujdesur ndaj tyre, edhe pse i kanë nuk ja u din verën që i kanë, as-sihhatu wal faragh, shëndeti dhe koha e lirë. Pra thjesht vëllezër të nderuar, ka ardhur ky pushim, është pjesë e jetës tonë, duhet me pas kujdes se si po e mbushim, si po e kalojmë ne edhe familja jonë dhe fëmijët tonë, nga se kemi përgjegjësi për Allahut Azza wa Jall se kjo punë është emanet, e çdo kush që Zoti i ka dhënë një emanet, edhe ku më dhon përgjegjësi për atë emanet që ja ka dhënë. Edhe atë i cili është domethënë pushtetar, edhe ka pushtetin në një vend, edhe ai domethënë i cili është zot shtëpie në shtëpinë e vet, edhe gruaja e cila zoja shtëpisë, domethënë shtëpinë e burrit vet, mirë po nëse shërtori thjesht, edhe ju ka dhënë një përgjegjësi, secili ku më dhon llogari për atë që i dhon përgjegjësi. Për atë ka në hadithin e vërtetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se s'kan me lëviz këmbët e njeriu nesër ditën e gjykimit pa dhënë llogari për 4 gjëra, e njëra prej tyre është domethënë se si e ka kaluar dhe si e ka shfrytzuar jetën në këtë botë. E përderisa është çështja kështu, dhe jemi pranë të pushimit veror, vëllezër të nderuar, prej besimtarit realisht kërkohet që me pas një plan, çka po dojnë me bë me familjen tonë, çka po dojnë me bë me fëmijët tonë, çka kemi ndërmend me bë, apo nuk kemi kurfar plani edhe kurfar ideje, mirë po thjesht dojna me shku edhe këtë vit si vitet e kaluara. E që realisht besimtari nuk është i tillë, se nëse ka shkuar keq vitin e kaluar, apo vitet e kaluara, besimtari nuk duhet me u goditur për njëjtit vend 2 herë. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratayn. Nuk therrët besimtari për njëjtës grop 2 herë. Pra vëllezër të nderuar, kërkohet prej secilit neve cili është prind, me pas një vizion qartë, një ide të qartë, një plan se çka dojna me bë në këto pushime verore. Këtë thash e kemi obligim fetar, nga se kështu të na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai cili e studion sado pak jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e din se jeta e tina nuk ka qenë kaos, edhe jeta e tina nuk ka qenë tuba. Por realisht ka pas plan për secilin punë se çka do me bë. Edhe i ka ditë domethënë realitetin ku po jeton, edhe kapacitetet e shokëve të vet, edhe shtetet përreth, edhe jo rastisht i ka çuar në Abisini shokët e vet, kur ka dalë prej Mekës në Medinë vet me bëj xhet, i ka marrë gjitha sebepet, edhe në luftë kur ka hije, gjithmonë i ka marrë sebepet, edhe gjithmonë i ka llogarit, domethënë dobit edhe pasojat para çdo hapi që e ka marrë në jetën e vet.
Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tina, e që ne kemi shëmbëltyr dhe rnek që duhet me pasu për çdo gjë, me pas plan dhe ide dhe vizion se çka po dojna me bën në jetën tonë, e në rastin konkret çka po dojna me bën ne me familjet tona dhe me fëmijët tonë në këtë pushim veror. Pra të vëllezër të nderuar, i kam zgjedh disa pika shumë shkurt për mos me zgjat se është vapë e madhe, vetëm ja kujtu vetes se prind por edhe juve se me pas kujdes me familjet tona dhe familjet e juaja në këtë pushim veror. E para vëllezër të nderuar që duhet me pas prioritet në atë plan programin familjar është që çdo prind me pas dert imanin e fëmijëve të tij. Nga se kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në edukimin e shokëve të tij. Tregon Gjundub bin Abdullah, thot se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një grup prej djevëve të ri në moshën e adoleshencës, halet domethënë ishën pjekur. E gjëja e parë që na mësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte imani, besimin në Allahun azza wa jall, e masandej mësonim Kur'anin, e kur e mësonim Kur'anin në ushtat edhe më tepër imani. Pra çështja e parë që duhet me fillu vëllezër të nderuar me fëmijët tonë, familjet tona, e sidomos këto pushime tona është me fillu me eduku familjen dhe fëmijët tonë në iman. E si me eduku fëmijët tonë në iman vëllezër të nderuar? Me eduku në iman duke i uzuar ka Allahu azza wa jall, duke i informuar për madhështinë, emrat, cilësitë e Allahut azza wa jall, duke i treguar për një shmërinë se është i vetmi i cili duhet adhuruar, i vetmi i cili duhet dashur, pas frikë shpresuar dhe të mbështetur atina, e duke vazhduar mësandej duke i treguar dobit që i ka besimi në kushtet e imanit, edhe besimin me laçe, edhe në librat Allahut azza wa jall, edhe në pejgambert Allahut azza wa jall, edhe në ditën e gjykimit, edhe në qada, edhe në kader, thjesht më mësu bazat elementare që duhet me i ditë çdo besimtar, ato 6 kushtet e imanit, besimin në Allahun, në pejgambert e tij, në librat e tina, e kështu me radhë. Mirë po jo të më kaq, duke i edukuar edhe të njohin islamin, të njohin begatit e islamit, që flasim ndoshta ndonjë tregim prej nga historia islame, prej pejgamberëve e njerëzve të mirë, e qofse nuk i dim na për veti këto, nuk është marrë thjesht që me dërgue në për ligjërata apo me marrë xhuma, tash çysh është koha domethënë që nuk ka mësim që me dëgju ligjërata e kështu me radhë, e me vazhdu dhe me i quë domethënë me mësu pak Kur'an, se i kanë 2 muaj e gjys, është domethënë faktësi e madhe me kalu gjithë kjo kohë, edhe mos me i quë fëmijët me mësu dikon Kur'an, qoftë në xhamia, qoftë këshill bashkisë islame, dikon tjetër, nga se realisht nuk ka dhurat më të mirë që ja bën prindja vladit vet se më mësu Kur'anin, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, më i miri prej jush është ai i cili ja mëson Kur'anin dhe ja mëson tjerëve. E ne si prind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se nëse fëmijët tonë mësojnë Kur'anin, nesër në ditën e gjykimit Allahu azza jall do të na jap rroba e do të na jap kuror të veçantë si shpërblim për atë sa fëmijët tonë e kanë mësuar Kur'anin, pra thjesht të ja mësojnë besimin, të ja mësojnë fenë Allahut azza wa jall, të ja mësojnë Kur'anin në këto ditë të pushimit. Çështja tjetër vëllezër të nderuar që duhet me pas konsiderat në plan programin familjar gjatë këtyre ditëve të pushimit është se ata po kanë obligime gjatë vitit e ne po punojmë. Jemi në kohën e teknologjisë kur realisht raportet familjare po ftofen dita e ditës më tepër, e që realisht duhet me pas kujdes këto pushime me shfrytzu, me u njoftu vëlla me familjar tu, me antarët e familjes tone, se kena filluar më s'pe njofim njëni tjetrin, dhe më thonë kalojnë muaj e nuk e din, dhe më thonë prindi se qka të bo djali vetë, qfar orientimi ka djali vetë, me konshëshërua djali vetë, biles për dina zburi e gruja se faktikisht se cilë po inë shpe, se cilë ka telefonin e vetë, edhe se cilë dhe më thonë shkon dhomën e vetë, edhe thjesht i nga bo, janë bagji shpi tonë, e që realisht
Pushimi vëllezër të nderuar, veror duhet me shpërbyje se mundësi me i përtri lidhet familjare, që mund njoft me njëri tjetrin, me hap biseda me njëri tjetrin, me qa halë me njëri tjetrin, me kuptu edhe nivelin se ku ka avancuar në mësim fëmija, me kuptu dhe më thonë qëfar orientime të marrë fëmija, me kuptu dhe më thonë se me kanë bëshëshëruat fëmija, e kështu më ranë nga se pejgamberi sa dhe se më kështu e ka pas tradit, edhe bashkë bisedante me gratë e tina, edhe i pritte me ngrëtësi vajzat e tina, edhe luante me nipat e tina, edhe me shokët e vetë, këtë qasje e kishte, të regon një për shokët pejgamberi s.a.s. e ka pasë emrin Malik ibn Huwairith, thot erdhëm e pranuam islamin, erdhëm dhe pranuam islamin disa prej kabiles dhe fisit tonë, edhe qëndruam 20 ditë duke mësuar të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e pasi që e pa pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam se jemi mërzitur, në dhaleje mu këthyne për familjet tona dhe tha këthenu edhe jetoni me ta, këthenu dhe jetoni me ta, mësoni e udhroni dhe thjesht thuani të falen ashtu si që në më kini pa dhe më thonë mu duke o falër, pra thjesht këthenu jetoni me antartë e familjes tuaj, njefni fëmijët tuaj, familjarët tuaj, nga se thjesht qofse nuk e shfrytëzojmë këtë pushim, atëherë kur është ata në punë, na në punë, ata në shkollë, ku të takohemi. Çështja tjetër vëllezër të nderuar që duhet me pas konsiderat, është që thjesht fëmijët tonë me shfrytëzu në këtë pushim, me i njoft me akraba, me farefis, nga se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam na ka informuar që mësoni o fëmijëve tuaj farefisin tuaj që të mbajnë lidhet farefisnore, nga se kjo e shton dashurinë mesantarëve të mëdhenj një akraballëkut, mirë po edhe shton bereqetin edhe pasurinë, edhe ta shton ymrin, 3 dobi, dashuri, pasuri, jetë gjatë dhe të begat, qofse faktikisht njeriu i mban lidhet farefisnore, mirë po si mi marrë lidhet farefisnore kur fëmijët tonë nuk e dinë se kënë e kem daj, nuk e dinë se kënë e kem kushëri, nuk e dinë se kënë e kem nip, edhe realisht ndoshta kalojnë njëri pan tjetrit, edhe se dinë se do më thonë kanë lidhe gjako edhe farefisi, pra shfrytëzoni vëllezër të nderuar këto pushime që të njoftoni me akraba dhe me farefis, e të shkëmbeni vëzitat, ju vini dhe të shkojnë edhe të ripërtrini këto lidhe farefisnore. Çështja tjetër vëllezër të nderuar që duhet me pas konsiderat në këtë ditë pushimit të vëllezër të nderuar, që fëmijët më mundu me i ngrit edhe në aspektin e arsimit, mirë po edhe në aspektin fizik. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se besimtari i fortë është edhe më i mirë, edhe më i dashur te Zoti se ai besimtari që është i dobët. Edhe pse në dytë ka hajër, ama i cili është më i fortë, qoftë intelektualisht, qoftë me shkollë dhe me arsim, qoftë edhe fizikisht, e mirë po gjitha këto e shfrytëzon në rrugën e Allahut, dhe gjithmonë është më i mirë dhe më i dashur te Allahu azza wa jall. Në aspektin e arsimit vëllezër të nderuar, mos hezitoni që t'ju ofroni libra se 2 muaj e gjys janë mos shkputën krejt prej librave, po ju ofroni libra të mësojnë diçka, të lexojnë diçka, të bëjnë shprehi, dhe më thonë se thjesht pa arsim, pa lexim nuk ka ardhmëri. Mirë po edhe t'i çoni në përkurse thjesht që t'ju bëjnë dobi, natë që thjesht kanë nevojë, qoftë dhe më thonë në përkurset të kompjuterave, gjuhët huja, e kështu me radhë, mirë po thjesht mos të kalojnë këtë 2 muaj e gjys pa lexuar, pa mësu diçka të re, nga se fenë tonë vëllezër të nderuar, urdhri i parë që i ka ardhur pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo në emër të atij që ka krijuar. Mirë po në aspektin fizik vëllezër të nderuar, kur gjë nuk ka të keqe që thjesht fëmijët tonë mi angazhu diçka fizikisht, qoftë natë, qoftë domethënë sport tjetër që faktikisht i reagon për ta srin dhe Berlin, mirë po thjesht bëhet edhe më i fortë edhe fizikisht, nga se na ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo gjë që nuk ka përmendje të Allahut azza wa jall, nuk ka përkujtim të Allahut azza wa jall, është e kot dhe huti dhe humbje, përveç 4 gjërave. I ka thënë 4 gjëra, e ka thënë kur çështjen e çitjes, atëherë përpara kanë ushtruar me shëgjeta e me shtiza, tash forma të tjera,
Çështja tjetër e ka cekur me qëndru me familjen, kjo nuk llogaritet humbje e kohës, kalerimi me umsue, me kaleru atër, e kam pas kuajt kështu me radhë faktikisht, edhe notën e ka përmend falni këto 4 gjëra, që thjesht nuk është humbje kohë, përkundrazi është dobi edhe fizike, mirë po edhe thjesht ushtrohet njeriu që me majt edhe shëndetin fizik, mirë po dhe me larguar për thacrin edhe ndëmbelin, edhe mos më bo si parazit në shtëpia tona, në shoqëria tona. Elusim Allahun azza wa jall që të na vetëdijsoj, të na përmirësoj. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, kur po flasim për këto pushimet verore, edhe po thojmë që duhet me pas një plan që ne me e shfrytëzojmë me familjarët tonë, sidomos me fëmijët tonë, se si me kon më produktiv ky pushim, edhe mos me kalu koti edhe me na humb këto ditë si mos me qenë pjesë të jetës tonë. Qysh kem ne plane, dine që kanë edhe dikush tjetër plane. Nuk po flas ata që vetëm janë armiqtë të Islamit, po flas ata që janë armiqtë të njerëzimit, të cilët nuk ja dojnë mirë njerëzimit. Qysh kem ne plane për marë, ata kanë plane për mrapsht. E sidomos, kur vjen kjo stina e pranverës dhe verës, kur është vapa e madhe, kanë aktivitete, kanë festivale, hapin klubet natës, e kështu me radhë, thjesht qëllim me deviju fëmin tem, edhe fëmin tën, edhe thjesht më bo, ose përdorus i substancave, ose më zhyt në alkohol, ose në moralitet, e kështu me radhë, e që realisht shpesh ne dim edhe me thonë me konë tolerancë se hajtë se pushim, dhe me thonë që të ditë i kanë e kështu më radhë, mos bënje prej e këtyne kurthave, e këtyne planeve djallëzore, të cëtë faktikisht kanë agjend, e sidomos tash kur na vinë, edhe këta dhe me thonë bashkëdhetarët, dhe me thonë të cëtë faktikisht në asilën kulturën e të tërkujna, e që tash i bohen bashkë këto kurtha me ta, me parët e tyne, edhe fatkeqësisht pasojat jem duke i vujtur, dhe me thonë ne, mos u arsytoni, mos toleroni, mos u bëni neglizhent se është pushim, edhe mos me ditë se çka të bë fëmija jetë, ku është të shku fëmija jetë, e sidomos kënë është të pas shok fëmija jetë, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, dhe më thonë njeriu është në fenë e shokut vetë. Keni kujdes, dhe më thonë se kanë për e mërni për shok. Dine se fëmijët tonë, familja jonë, jenë fryti jonë. Atë që mbjellemi edhe korremi. Faktikisht, dhe më thonë ato të mira që do t'i gëzojmë këtë dunja në ahiret, i gëzojmë qofse jemë duke marrë sebepet. Mirë po dine se edhe në qofse thjesht e kemi lonë në asgja këtë punë. Edhe thjesht nuk kemi mirë me të seriozisht, ai i cili do djegët i parë dhe do t'i vuan pasojat edhe dëmet në këtë botë në ahiret, ku me qenë prindi, për mos me ardhe i të kjo vëllezër të nderuar, ashtu siç kujdesemi për rrobat e fëmijëve tonë, për ushqimin e shëndetshëm fëmijëve tonë, për me pas pushime të mira për fëmijët tonë, për kujdesemi edhe për fenë e fëmijëve tonë, edukimin e fëmijëve tonë, nga se me të vërtet kjo është pasuria më e madhe që ka mundësi fëmijës m'ia ulon, nga se thjesht begatit e kësaj pune i gëzojmë këtë botë edhe i gëzojmë në ahiret, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka informuar se njeriu kur vdes i mbyllen regjistrat e veprave vetëm prej 3 gjërave, e njëra prej tyre është qofse ke lënë një fëmijë, një vlad hajrit, një fëmijë të udhëzuar dhe edukuar, që ti bjen mend edhe pasi që ke shkuar prej kësaj bote që me bë dua për neve. Elusim Allahun azza wa jall të ketë fal prindrit tonë, të ketë mëshiru prindrit tonë. Lusim Allahun azza wa jall që të na takon me ta në vendet më të mira në xhenetet e Allahut azza wa jall. Mirë po lusim Allahun azza wa jall edhe neve të zëtim i gjallë që të na jep
guximin, na jap dijen, na jap vullnetin që të përmirësojmë familjet tona, të edukojmë familjet tona, të marrim sebepet. Thjesht nuk po kërkojmë diçka që është kompetenca tona për të fuqisë tonë, mirë po kërkojmë atë që Allahu Azza na ka dhënë emanet dhe atë që është mundësitë tona. Elusim Allahun Azza Jall që të na jap sukses në fjalë dhe vepra, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra. Yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.